Burri dyshohet se theri me thik gruan dhe vajzën e mitur mbrëmpas mesnatës në Prizren. Në mesnatën e djeshme rreth orës 12:20 në rrugën Recep Kabashi në Prizren, policia ka pranuar informatën për një rast të dhunës në familje. Lidhur me këtë rast, patrulla policore ju përgjigj me njëherë thirrjes dhe me të arritur në vendin e ngjarjes ka hasur një person të gjinisë femrore bashkëshortja e të pandehurit, e cila ndodhej në rrugë me lëndime trupore dhe gjakderdhje të shkaktuara me mjet të mpret, thik. Viktimës i është ofruar ndihma e parë nga zyrtarët policor deri në ardhjen e ekipit të emergjencës mjekësore. Po ashtu në katin e fundit të ndërtesës është gjetur edhe viktima e dytë, vajza e mitur. Ajo po ashtu kishte lëndime trupore dhe gjakderdhje. Viktimës së mitur i është ofruar ndihma e parë dhe më pas bashkë me nënën e saj janë dërguar për trajtim në Spitalin Rajonal të Prizrenit. Sipas mjekëve, gjendja shëndetësore të dy viktimave është e rëndë. Në lidhje me rastin, policia dhe njësia e teknikës kriminalistike ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes në koordinim me prokurorin kujdestar nga Departamenti për Krime të Rënda. Gjatë intervenimit në hyrje të banesës është identifikuar dhe arrestuar i pandehuri, i cili është shoqëruar në stacionin policor për procedura të mëtejme. Prokurori kujdestar ka lëshuar akt vendim për ndalimin e të pandehurit në kozgjatje prej 48 orëve për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprat penale, vrasje e rënë në tentativë dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Brenda afatit ligjor për të njëjtin, prokuroria do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit.